për moshë tepër e rëndësishme me ullë, me bisedu cilat janë prioritetet tona. Qysh na mundu mu harmonizu në programet tona? Çka na mendojna për ekonominë? Së të ke funit, unë nuk garoj veç sa për me bu kryeministër këtij veni. Po garoj për me bu kryeministër këtij veni me permisu jetën e qytetarëve të Kosovës. Nuk është qëllimi me i morë do ministra me vendos do njerëz në për do pozita, apo presidentin, apo kryetarën e kuvendit. Çka dojna me bo me ekonominë? Çka dojna me bo me krimin e një ambienti më të mirë për biznesin? Çka dojna me bo me reformën e TVSH-s? Qysh dojna me i përkra e mi stimulu produs vendor? Qysh dojna me i përkra stimulimin e eksporteve? Qysh dojna me kriju një klim më të mirë për biznesin edhe një klim optimiste? Tepër është i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik optimizmi në shtet. Çka dojna me bo na me krijimin e alternativave të reja të financimit? Ka kalu mu koha kur sektori bankar është konsideru i mjaftueshëm, merr depozita, jep kredi. Po tash ki nevojë edhe për një financim alternativ. Financim alternativ përmes tregu të kapitalit, krijimit bursës, rritjes të fondit për garantimin e kredive, sidomos për përkrajën e startupave. Domethënë, ne vajza, po ne djalë i ri, me ide shumë të qarta, me një plan shumë të mirë të biznesit, me shumë qëndrueshmëri, ai nuk ka mundësi ndoshta me financu. Nuk ka historik në bankë, nuk ka kolateral. Dhe tash banka e njësë se ta paret nuk ja jep? Jo, nuk jep, se thot, më falë ti, s'ki kur farë qarkullimi. Ti s'ki hipotek me lënë bankë, dhe fondi për garantimin e kredisë e merr këtë risk, ai e realizon kredin, e kryen pjesën e financimit, dhe kështu zhvillohet. Na kemi njerëz të jashtëzakonshëm në Kosovë. Sidomos viteve të fundit e shohim edhe në fushën IT-s. Dhe në këtë drejtim, ne duhet me investu aty ku i kemi përparësitë krahasuese me regionet dhe vendet tjera. Unë e kuptoj që nuk mundum na me qenë konkurrues në këtë fazë në prodhimin e automobileve. Por na mundum me i prodhu disa produkte mbrana Kosovës, me i substitu importet, me i zavendësu me prodhim vendor, me mundësi të rrisjes të eksporteve, në fushën IT-s, fushën e shërbimeve, në fushën e prodhimit, mobilerisë dhe çështje tjera aty ku ne jemi të përgatitur që mundum me pas sukses. Pastaj, përveç që pjesës që me ndihmu, me i përkrahë ndërmarrjet, me i përkrahë bizneset, edhe na për bizneset duhet me folë me respekt. Për shkak se janë tatim pagus. Punojnë për veti, punojnë për familjet e veta, punësojnë njerëz, paguajnë paga dhe paguajnë tatim për shtetin. Nëse dikush ka problem me ligjin, duhet mos zbatu ligji. Po jo me sulmu bizneset. Jo me portretizu bizneset si diçka e keqe këtij vendi. Edhe këto e tham me bindje, që nuk ka zhvillim të qëndrueshëm ekonomik pa sektor privat zhvillum. Kontribusi më i madh